Atë të fundit do kisha pas qef të provoja. Ua ka djeg. Ua vëti mo. Ua në fit. Ua nga hundët. Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në Flak Fare podcastin më djegës në qytet dhe jo vetëm, siç e do zakoni. Falenderoj të gjithë ata që na ndjekin nga diaspora një herë. Mos harroni follow në të gjitha rrjetet tona sociale dhe subscribe në Hoje Media. Falenderoj gjithashtu të gjithë ata që ndodhen brenda Shqipërisë që na mundsojnë ose më saktë më japin mundësinë që të vjoj të prodhoj content. Dua të falenderoj gjithashtu edhe sponsorat e mi, duke nisur nga Argjendari Donaldo, jeni lehtësisht përballë qendrës Top Tani. Bir Nepos, bir legjendash, bira më e re në Shqipëri, e cila bëhet me ujin e kristal të Ersekës. Bun, rumin më special, e gjeni tashmë kudo, në fillim ishte çik i vështirë për t'u gjetur, por tashmë e gjeni kudo, dhe sigurisht sallamet tona me shqie dhe përbërës të mrekullueshëm. Thënë gjitha këto do të shkojmë tek e ftuar, e cila në fakt ka tërhequr shumë vëmendje kohët e fundit për shkak të incidenteve që ndodhen në formatin e mirënjohur të Fermës. Ferma VIP, e cila ka gjithë vëmendjen, aq më tepër tani që është drejt fundit të saj, kush janë finalistët, kush do ta fitojë, një mister i madh se kush mund ta fitojë Fermën. Megjithatë, konkurrentja jon e pati udhëtimin e saj brenda Fermës, me të mirat dhe të këqijat e saj. Për to, por edhe për shumë të tjera do na flasi sot Vanessa Sono, mirë se erdhe. Hello. Si je? Mirë. Mirë. Mirë, ja. Shumë mirë. Ja, mirë. Gjithçka okay, u normalizua situata pas daljes? Po, normal që po. Sigurisht që çdo person merr kohën e vet, se nuk është e thjesht ti je izoluar, plus nuk është se kam pasur një rrugtim linear, por që jam shumë okay. Se ti kam përshtypjen që të gjithë ata që kanë një rrugtim linear brenda një formati të tillë kanë një udhtim dhe të shkurtër njëkohësisht. Po, pra duhet të kesh çik ato luhatjet brenda atij formati. Sigurisht do të pyes për shumë gjëra edhe për femrën edhe për ty. Fermën thash apo femrën? Te femrën. Femrën thash? Flasim edhe për femrën në tërësi, më patjetër. Ti besoj duhet ta kesh parë se si funksionon formati, ne lyejmë nga më pak djegse deri tek shumë djegse, e fundit është sfidë legjendave. Qëllimi është ta çojmë deri në fund, ndërkohë që mundohemi të ruajmë bisedën. Deri më sot shumica kanë dalë, përveç në një përjashtimi si Stefi. Stefi është një koçar i but, që tek e teta ku e la? Tek e teta Stefi na la. Edhe çfarë ndodh nëse la? Asgjë hyn tek lista, për shembull, çdo i ftuar që do vi pas te, do ta përmendur që përveç Vanessa dhe Stefi kanë qenë dy. Dukej ajo. Ishte e buta ajo. Kështu që kjo është ideja e formatit. Do ta nisim direkt ta lyejmë që ta provosh, mos të mbaj kështu duket sikur mund të kapësh çfarë duash. E ka pirun aty e ka? Po. Hajde si në shtëpi, se e mësuar tashmë me kamera. Na kap çik bën patate. Si ke marrëdhëniet me djegse do Vanessa i haj, ke qef? Shiko, mirë, por nuk di sa djegse është ajo e fundit. Atë të fundit do kisha pas qef të provoja, po. Të parën? Në ta aty. Po. Po, të fundit parën? E mirë është. Okej. E mos e... Mirë, po prap djegse është, imagjino derisa të arrim aty. Po e mos e nuk rriten ai shpejt, jo. Është e përballueshme, rrie qet. Okej, flasim për ty. Tani besoj se ti ke folur shpesh për rrugtimin tënd edhe brenda formatit të Fermës, edhe në intervista që kam dëgjuar, ke thënë që pasioni për muzikën ka qenë që në moshë të hershme, që herët çfarë moshe bie të kesh qenë tek gjeniu i vogël, 13 vjeç, fituese. A ka qenë një ëndër vazhdimisht për ty që të jesh një këngëtar apo? Po, ka qenë, si të gjithë fëmijët, mua më ka pëlqyer shumë kërcimi, aktrimi, baleti sidomos në kërcim, më ka pëlqyer piktura, muzika dhe prindërit e mi thjesht mendonin që edhe Vanessa, si çdo fëmijë tjetër që i pëlqen arti, do t'i zbehet kjo gjëja me kalimin e kohës, por që nuk u zbe. Dhe ata duke parë që nuk u zbe, normalisht vazhdoi rrugtimin. Do të thënë, ti ke pas suport nga familja në këtë rrugtim apo ka ndash që të bësh diçka tjetër? Shumë suport. Duket pse ke një portret kështu dukesh si ekonomiste, juridik kështu. Ta kanë thënë ndonjëherë? Un kam pasur shumë qejf të bëhem psikologe. Psikologe, Po, nëse nuk do isha muzikante, mendoj që do isha në psikologji. Seriozisht e ke? Po. Mendon se psikologe e mirë?
Po tani pa bërë shkollën, jo, po. E kam, çdo kush shkon tek ajo që është e predispozuar, domethënë kur zgjedh një shkollë. Ke parë diçka tek vetja për shkak që mendon se të bën një njeri të predispozuar për të qenë psikolog e mirë? Më pëlqen shumë psikoanaliza, jo vetëm e vetes, po edhe kam tendencën të psikoanalizoj njerëzit, edhe plus mendoj kjo çështja e të qenit emotive më ndihmon goxha. Edhe jam dëgjuese e mirë. Do të thënë thua në sensin që e empatike si natyrë edhe... Empatike, dëgjuese mirë, edhe kjo psikoanaliza emocionale. Ja bën vetes për shembull, arrin ta ulësh përballë veten që ti bësh psikanalizë? Patjetër. Ja bën, ë? Po të gjithë e bëjnë. Jo, se bëjnë të gjithë. Të gjithë e bëjnë. Joni se bën kur atë. Joni kur ishte, çfarë shikon? Kur ishte në fund që ke bërë psikanalizë asnjëherë, shef? Jo, të gjithë njerëzit, domethënë shiko, të gjithë njerëzit mund të pretendojnë se e bëjnë, po pak njerëz arrin që vërtet ta ulin njeriu përballë dhe E vërtet. Megjithatë unë mendoj që ka momente që çdo person e bën atë reflektimin. Ka njerëz që e bëjnë më shumë, ka nga ata që e bëjnë më pak. Po të flasim pak para fermës për shembull, cila ka qenë psikanaliza më e thellë që ke bërë me veten dhe çfarë konkluzioni ke nxjerr për veten para se të futesh në fermë? Të them të vërtetën, para se të futem në fermë, thash. Unë do shfaq vetëm muzikë. Jo për formatin e fermës. A psikoanalizë për momentin... Femrës sash apo fermës? Po, për shembull, vendimi im për të qenë pjesë e fermës në vetvete ishte rezultati i një psikoanalize që unë i kisha bërë. Okej, pa më thuaj që për të. Unë kam pasur nevojë, edhe kam shprehur brenda në fermë, kam pasur nevojë që të kisha ndryshime në disa fusha tjetës time. Edhe kishte kaluar shumë kohë që poria si ai pellgu që nuk ka asnjë rrjedhë, asnjë lëvizje dhe kisha ngelur stabil në një vend. Dhe pavarësisht se në fillim e kam pasur goxha me frikë udhëtimin, e kuptova që duhet të bëja diçka. Nuk mund të rria gjatë gjithë kohës në të njëjtin vend duke ngarkuar veten emocionalisht ose duke u ankuar, po themi, te vetja për situatat që unë ndodhesha pa marrë një hap që të ndryshoja diçka. Kështu që ndaj them, ajo ishte rezultati, vendimi për të bërë pjesë e kastit, ishte rezultati i një analize. Hajde dhe e dyta njerë që të mos humbasim ritmin e këtyre. Po. Çfarë do të thuash, më thuaj? Okej. Jo, do thoja si vendos ti kur kalojmë te e dyta. Kur të shohun që më ftohesh ti mua që më relaksohesh shumë, pap kaloj që të jemi çik në prizë. Jemi çik në prizë. Okej. Dakor. Zëre se e bëra. Ko që i bën asaj patate se lodhi. Mos ki frikë se nuk djeg më është kështu, djegi e mirë. Okej. Tani mirë aty tek para fermës bën një psikanalizë dhe thua që duhet bëj diçka për të trazuar pak ujërat. Kjo ishte në thelb ajo që the, ose këtë kuptova unë. Dhe me sa po kuptoj, ti e percepton veten tënde si një natyrë emotive, dëgjuese të mirë dhe empatike. Gjë që në fakt i kam vënë re si tipare edhe brenda fermës. Paka shumë në përshkrimin psikologjik, kjo quhet anglisht quhet agreeableness ose dakortueshmëria e lartë. Dhe dakortueshmëria e lartë është i parë që përgjithsisht e disponojnë së tepërmi gratë, janë më të dakortueshme si natyra dhe më të mirë kuptueshme. Por që në fund të ditës u peshon kryesisht atyre. Pekje, kuptuat që isha jugore? Kryesisht vajta të toja. Kryesisht. Për te shakas, u peshon kryesisht po atyre njerëzve që i kanë këto tipare. A mendon se të ka kushtëzuar kjo dakortueshmëria si në jetë, si brenda fermës? Fermës apo fermës është? Ishte, bisha kaj. Shiko, ka normalisht çdo gjë e bërë me tepric, ndonjëherë. E pra, te prove ti? Unë mendoj që të qenit ajo që jam, me njerëzit e gabuar, në vendin e gabuar, nuk do vlerësohet ashtu siç unë do doja. Me njerëzit e duhur që këto gjëra mi shikojnë si virtyte, normalisht unë fitoj njerëz që i kam në jetën time për shumë gjatë. Kështu që është edhe çështje përshtatshmërie pastaj, kush më përshtatet dhe kush jo. Njerëzit që e vlerësojnë janë në jetën time dhe do jenë gjithmonë. Ata që e shikojnë ndoshta si dobësi, faktin që unë jam empatike dhe dëgjoj, e gjitha ato gjërat që ti them më përpara, ndodh që nuk janë më në jetën time dhe ndahen rrugët. Këtu e kam fjalën
Për shumë çaste se kam vetëm për fermën, e kam edhe për marrëdhënie profesionale, për marrëdhënie shoqërore në sigurisht. Sa i reflektimi i realitetit është. Nëse do kishe mundësinë për shembull që të merrje një kanatiere dikujt ta çojë në fier, njoh njërin. Dali. Është po them. Nuk shet ditë bardh. Nëse do merre kanatierën dikujt nga ferma. Kujtë cilën do merre, cilën kanatiere? Asnjërit, nuk më pëlqejnë këto gjëra, ajo të vetëm. E kam sinqerisht. Nuk më pëlqejnë, jo. E qartë, po jo, do të thënë jo për ta dënuar keq, një diare. Një gjë të vogël, një sekondip. Sokoldin, sa ku kisha pa e dëgjuar si fjalë sokoldin. Diaren? Sokoldin. Sokoldin. Jo, më ja. Jo, e di përse se... Po, pa sa serios, ja kjo politikisht korrekt tani. Ta jep numrin pa. Ta jep. Shef? Shef hipokrizia mediatike, o zot. Unë e di që ti do të ta merre atë, do ta jap. Dale, ke super po të them. Shaka, jo. Jo, si ja çoja njeriu. Kemi çuar një 10 bluza të Ramit deri tani. Asi gjithë s'ka ndodhur, është imun. Është imun ai. Është për të çdo lloj magjie. Po them për njerëz zakonshëm. Jo, nuk do ta bëj. Nuk do ta bëj, e? Nuk do ta bëj. Ja se vin vetë situatat në jetë. Jo, unë do ta bëj, po nuk do të prononcohesh. A ti mendon beson te karma? Po, normal. Unë besoj që çdo gjë e bërë me qëllim të mirë ka për të kthyer mirë, dhe çdo gjë e bërë me qëllim të keq ka për të kthyer keq. E çfarë kishte Xheku te Titaniku për shkak? Po kush e di ç'kishte bërë në një jetë më parshme? A beson te jeta më parshme? Po. Do të thënë ti beson se ka ekzistuar një lloj forme tjetër më parë? Po, besoj, po e besoj. Çfarë forme mendon se ke pas? Nuk e di, nuk besoj që kam qenë njeri. Besoj do kem qenë ndonjë kështu flutur, ndonjë lule, ndonjë, po. Kështu delikate. Po. Dakor, e treta. Duket kështu flutur Jona? Ha? Duket të ketë qenë flutur. Lule. Bëje ti dhe për mua? Po ne son dia gocë të drejtë, po kape me dorë se është format popullor, mos u. Atë ferma çfarë keni bërë tani ngecët këtu? Kur vini unë për televizione? Ai që është na kapni sa jemi aty, se kur dalim. E pra. Ju pam, ju konsumuam, ju kemi konsumuar boll. Që të rikthemi çik dhe tek kjo formati fermës. A ishte vështirë? Po. E egzageroni çik ju të bëni sikur çfarë bëhet. Pa mano çfarë bëni aty që ishte kaq e vështirë. Pse ishte aq e vështirë? Jo, është e vështirë. Është e vështirë. Unë për shembull 3 ditët e para kam qenë goxha e ngarkuar nga ana e izolimit. Më dukej shumë e çuditshme që më duhej të rija pa kapur telefon, pa ndezur televizorin, kishim një ekran tek dhoma e ndenjes, edhe më dukej shumë e çuditshme që nuk kishim pult që të mund ta hapja të shifja Netflix. Edhe ajo pjesa e përshtatjes është goxha e vështirë. 3 ditë. Të qenit pa familjen, njerëz të rinj që ti duhet të mësosh çdo gjë. Valti në Oxford me familje? Po. A e me familje andaj? Po. Me prindrit e me vllajin. Është familja aty. Mendova se kishe. Si duket Oxfordi? Do vazhdosh të jetosh? Shumë i qetë. Për momentin, jo, do jem në Tiranë. Ashtu, ë? Po. Ke ndonjë plan tani? Do të pyes edhe për normal që me muzikën. Dakor. Ai është qëllimi kryesor. Ore, do të pyes një gjë, po nuk mos ka merr për keq, nuk dua të ndërhyj kështu se kam bezdi këto. Hajde. Megjithëse te karma. Kam dëgjuar këtë, bilese kam dëgjuar në një tavolinë që kam qenë prezant. Karma. A beson se është një karma për ty? Jo. Kjo situata që jashtë ishte në një marrëdhënie, ajo marrëdhënie u shkëput, pastaj nisi një marrëdhënie brenda, pastaj pap, u mbyll ajo marrëdhënia dhe thanë njerëzit karma. She, ja bëri, ja bën. Normal që është gjëja e parë që do thonë se ajo që unë do themi është që ishin dy situata shumë të ndryshme. Situata ime jashtë ishte shumë e komplikuar, edhe kontakti kishte kohë që nuk ishte më aty. Unë nuk kam dashur të hyj në detaje dhe nuk kam dashur që nuk e kam menduar që do krijoja një histori brenda ndonjëherë. Okej. Absolutisht jo. Edhe nuk kam hyrë në këto detaje, jo komplikime, jo ishim, thjesht e kam mbyll me një jam në një marrëdhënie dhe kaq. E kam mbyll aty. Ndaj po them ishin dy situata jashtëzakonisht të ndryshme, ndërsa situata që unë krijova brenda, mënyra se si gjëja u bë, se si përfundoi, shumë më ndryshe, ma beso. Shumë më ndryshe nga ajo që ishte jashtë. E qartë, pra ishe një përfundim të
të marrëdhënies, është një marrëdhënie që e di që s'do funksiononte, po për hir të inercisë që jeni një marrëdhënie. Jo për hir të inercisë, unë nuk doja që... Të jepe shumë detaje? Nuk doja të jepja detaje, sepse mendova rrugtimi im, unë për kaq do jem, 2-3 javë, madje mendova që mua publiku do më nxjerr më herët sa i 3 javësh. Që sa optimiste? Mendova që do dilja shumë Po më pse herë, mendoje këtë gjë? duke njohur natyrën, po se nuk hyra me një strategji, nuk hyra me qëllimin e finales, edhe nuk doja që të jepja detajet e kjo pjesë, dhe thash thjesht një jam edhe natën e mirë. Mendova që nuk do ishte më as diçka që do përflitej. Por situata jashtë, thash, ishte shumë e herë më ndryshe nga ajo e... Po pra, se publiku pati goxha reagim çfarë është e vërtetë. Edhe mua personalisht brenda formatit të Fermës, Fermës, e thash mirë apo Fermës? Mirë e themën, por i gjojo në. Brenda formatit Fermës mi e dukur realisht shumë vajze mirë për të qenë ajo lloj natyre vajze që do t'i bëje diçka pas krave, s'kishe si t'ia bëse, ishe para krave vazhdimisht aty, po që në sensin që ti ishe pa bes kundrejt atij personi. Kështu që në këtë sens unë të besoj kur thua që duhet këtë qenë diçka në përfundimin e saj dhe shumë e komplikuar. Prandaj duhet t'i japësh më, domethënë ti je natyra që e ke të vështirë që të japësh duart? Unë nuk kam, jo e kam të vështirë të jap duart. Ishte një situatë që kishim kohë, ja dhe tani e kam të vështirë të flas sepse personi nuk është person. Nuk është më? Jo, nuk është person publik, ishte diçka që s'është publike. Unë dhe për situatën që ishte publike jam rezervuar shumë, jam munduar që të flas brenda atyre linjave, e jo më për diçka që nuk ka qenë asnjë moment. Jugor është? Ai djali? Jo. E mirja ke bërë. Jo. Sa pisha ka. Mos shikoj ashtu ti Tiranës. Po. Ai po mendon çfarë do të nesër, pas nesër gjithë punët që do mbyll. Jeni të zënë tani këto kohë. Arian, pëlqeu rumi? I mirë është. Bukur. Pra me të no hard feeling, se kuptoj dhe ai. Ai kishte vazhduar jetën e vet edhe... Si kishte vazhduar jetën, një sekondë. Ja, shikoni, dua të hyj në këto. Doli. Dhe me thënë, kishte vazhdu jetën. Dakor. Po normal. E kishte vazhdu jetën kur kishte dal ti? E thash, historia ishte... Një sekundë, Vanessa, mos më ngatoro, të lutem se jam shumë i ndjeshëm për këtë histori. Jam i ndjeshëm, Shqipëri që është e ndjeshme për këtë histori, mos e thuaj kështu. Kur ti dole, e kishte vazhduar jetën? Po. Po normal. E kishte vazhduar jetën që kur hyre, apo kishte vazhduar jetën që kur erdhi i ndri në jetën tonë? Jo, ajo që po them është kjo. Ishte një situatë e para njerë, ne nuk kemi qenë ndonjëherë të fejuar, sepse e kam parë lart e poshtë duke u përfol kjo pjesa, jo fejes, jo. Ti ke qenë një vit lidhur apo jo? Po, nuk ka qenë Paka shumë një vit. Kemi pas problemet, komplikimet tona. Ishte një periudhë që ne nuk kemi pasur komunikim, po s'kemi pasur komunikim, s'kemi pas kontakt. Edhe... Si e pritej kur i theti që unë do hy në ferm? Se ti i ke thënë, një moment që unë do hy në ferm. Po. Kujdes sa ti tha se... Jo. Ishte momenti që ndodhi shkëputja. Në momentin që ti the do hy në ferm, aty filloi dhe u ftogje. Normalisht më vonë. Nuk donte ishte kundër. Më ka uruar suksese, më vonë, por që fillimisht ishte kundra dhe ka kërkuar, ishte personi që kërkoi një shkëputje. Një shkëputje, okay. Po. Edhe mirë ka pasur, e ndjehuar. Jo, nuk ishte. Se për çka ka ti? Ishte për hir të fermës, ishte për hir të shumë gjërave të mëparshme të mbartura. Por askush nuk po e merrte ta hapin e parë që të thoshte ti jepnim duart njëri tjetrit. E kuptoj, do me thënë ti në një lloj forme e le një hapësirë të vogël, të paturit një mundësi diskutimi, pa dashur ta mbyllësh me hyrje në ferm. Paka shumë, me sa po kuptoj. Ç'është nxika ti e di? Gjithsesi, po u kuptua. Mos janë as kaloj gjëra që janë njerëz të ndjeshëm. Vjerritimi ngrihet tensioni me këtë muhabet. Thjesht nuk kam dashur te katraja akoma. Nuk e kam provuar atë. E provove ti atë? Po. E provove? Po. Ua? Hëngra një patate të plot. Po këtë? Dakord, ore. Kjo ishte, do me thënë. Ore, dakord, e kuptuam. Pra, ka pas fejes. Nuk ke qenë e fejuar? Ka pas fejes. Nuk e jam. Edhe... A njani ndritaj? është një përfundim... Amorti... Ua...
Ju a ujnë e vanet. E më bu shiko tjetër se është... Ingjan, do me thënë në Shkopje. Jo, unë Ingjan. Kush e tha? Kush? Indri? Kush Indri? Kush Indri? Kush i zmur? Plaka. Dakor, pra si Ingjan Indrit. Është komplet e kundër ta Indrit, shënoj jo no. Ishi dashurim komplet e kundër ta Indrit. Ua, jo. Po bëj shaka. Nuk vendosin fare tituj tillë, nuk e shep ta siguroj. Shikoj gjithë flak fare, nuk kemi shitur kurrë me këto tituj provokativ. Kështu që rri e qet. Edhe vinte ferma, hym brenda. Po do flasim tash për atë tani se ka interes. Po e di. Unë e di që ti e di gëzuar një herë. Gëzuar të paça. E kam dhe ande nga të paçim. Nga zona ime. Sarandiote e but ti ke dalë. Po ja, birën e piun. Po. Birën. Sarandiote e but vërtet, se sarandiotet janë goxha të ashpër. Si janë me çik temperament. E shpreh në momente të tjera. E nxjerr. Do të thënë unë luftën time e bëj në gjërat që dua, me njerëzit që dua. Edhe Jo, qartë kam bërë, është parë. Bo. Upa. Nejse. Vim tek ferma, për te mos flasim për Indrit, se kush është ai tha dhe kush Indri një herë. Flasim për Sarën. Po. Është një personazh, Sara, që i ka ndarë njerëzit në dy kategori. Në kategorinë që e duan për elokuencën e saj, për inteligjencën e saj, për argumentimin e mirë që bën etj. Me radhë. Dhe është një kategori që e akuzon si negative, në thashë themagjie, intrigante, etj. Me radhë. Tani nuk dua të pozicionohem fare, se e kam këtë luks. Pse të pozicionohem unë? Bishaka. Por, ti si e ndjen Sarën nga marrëdhënia që ke jetuar aty brenda? Dhe pse mendon se ke bërë gabim duke pas shoqe? Ua, jo, s'kam bërë fare gabim. Se bëj shaka. Më thuaj si është Sara nga afër. Unë mendoj që Sara me mua ka shprehur një anë të saj që fatkeqësisht nuk kam mundur do ta bëj me pjesën tjetër të njerëzve aty brenda. Duke qenë se unë e thash që nuk isha hyrë me lojë dhe strategji, ajo këtë gjë e ka kuptuar, e ka ndjerë në fillim dhe te unë ka arritur të shpreh të gjitha të anën e brish të saj që ndoshta mendon me njerëz të tjerë do ja merrnin për dobësi. Me mua e ka bërë dhe duke qenë se unë e njoh atë anë të bukur të Sarës, kjo është arsyeja se pse ne krijuam një miqësi shumë të mirë aty brenda dhe jam e bindur që do vazhdoj edhe jashtë miqësia. Në fakt, unë bie dakord që edhe unë shoh aspekte pozitive të Sara, domethënë personalisht, duket sikur i bien qaf kot asaj vajze. Megjithatë, ore çka kam sot që më ngatroi? Me vajzat, me femrat, vajza, femra, ferma, i bëra lëmsh. Tjetër konkurrent aty brenda që është i perceptuar shumë gabim nga jashtë, të paktën nga ato që sheh ti, cili është? I ke njohur nga brenda, nga jashtë ka gjykim tjetër. Kush të ka impresionuar nga brenda ose pëlqyer ose? Unë kam pas marrëdhënie të mira me pothuajse gati të gjithë. Ka pasur 3-4 persona me të cilët ose s'kam pas marrëdhënie hiç, ose kam pas ato debatet përpara se të dilja, por raport shumë të mirë për shembull kam pasur, po thua nga çfarë kam mbetur tani, te kasti i tanishëm apo përgjithësi? Po në tërësi. Mendoj për shembull që publiku sheh në një prizëm shumë negativ Ilirin, ndërkohë që unë me Ilirin kam pas një marrëdhënie po prap shumë të mirë. Ma thuaj çik si është Iliri. Shiko, në gjykimin tim, Iliri është një super lojtar. Është shumë inteligjent, ka një kapacitet shumë të lartë për të analizuar, për të kuptuar njerëzit, edhe për të luajtur me emocionet e tyre, për të gjithmonë funksion të lojës. Të paktën unë e njoh edhe jashtë fermës Ilirin. Edhe personalisht kam një marrëdhënie shumë të mirë me atë. Megjithatë brenda lojës mund të bëhet një djall. Ti si e ndje nga afër? Me mua ka pas një raport të mrekullueshëm. Ashtu, Edhe e kam thënë ka qenë një raport si baba me gocën e vet. Edhe familjarët e mi e kanë vënë re këtë gjë. Edhe që unë e kam ndjer tamam si ajo figura atërore aty brenda në shtëpi. Po nuk të tha gjë për dhëndrin. Është kujdesur për mua shumë, edhe e ka bërë në momente dhe në forma që ishte shumë e ndjerë. Vërtet? Po, jashtë mase. Okej, ti e di më mirë. E vlerësoj realisht shumë raportin me të dhe ka disa të karakterit të vet që dhe ai mendoj nuk mundet të shpreh me kudo aty brenda, sidomos tani që ka ardhur fundi edhe normalisht ai është
shumë i zgjuar, kalojnë e vet, edhe nuk mundet që ato anët e brishta të bukura të ëmbla Po mbas edhe duhet i nxirrte them unë Vanessa se njerëzit duhet ta shikojnë edhe atë aspekti i lirit. Me mua ka bërë për shembull, edhe nuk e di sa është vënë re, sepse para vjet re se përgjithsisht tendenca e produksionit është që të nxjerrë konfliktet më shumë. Aty dua të dalë, që është hy prapë tek ajo pjesa e narrativave, që për Vanessën do fokusohemi te kjo gjë, për këtë personazh te kjo gjë të caktuar, dhe më vjen keq që nuk është transmetuar dhe kjo gjë te publiku. Cila është gjëja, cila është gjëja që kanë keq kuptuar më shumë njerëzit për ty, tani që e sheh që ke dalë jashtë? Ti mund të shikosh rrjetet, mund të shikosh komentet, mund të shikosh çfarë flitet, cila është gjëja që është keq kuptuar më shumë te karakteri jot? Kam ajo që do them është që njerëzit edhe nëse të keq kuptojnë aty për aty, gjithë se cili me kalimin e kohës e bën një lloj reflektimi, edhe nëse unë nuk dal në intervista edhe them ka qenë kjo gjëja për të cilën mua më kanë gjykuar, keq kuptuar dhe kanë pas gabim, se ndonjëherë kur ua thua njerëzve keni pasur gabim, krijohet ajo ndjesia që të kundërshtojnë. Duke i dhënë kohës, mendoj që shumë njerëz kanë ndryshuar vetë mendim për disa lloj situatash. Unë nuk kam qenë dhe nuk jam perfekta, ashtu si askush nuk është, por në fund të ditës jemi njerëz. Edhe ato imperfeksionet japin ngjyrat e bukura gjithë secilit prej nesh. Yes. Edhe kush i ka parë ato ngjyra dhe keq kuptuar, mendoj që tani i sheh, edhe nëse nuk është bindur që i ka pas gabim në 2-3 momente, ndoshta ka dyshime. Po me kalimin e kohës, do e shoh. Ne ku ka sënë do të keq? Ka sënë do të keq. E di ta thash se Joni është nga te Pelena. I thash, nuk ka sënë do të keq. Ha, si e gati? Po sa Arian, shumë e vetë përmbajtur kjo. Kjo të jepi po që ke energji o gotë se je 27 vjeç shtet sa je. 24. Këtu. Aty. Këtu. Jo, ku ishim o Joni? Jo, këtu. Cila është... Voti madh. Shi si bën kota e dëgjoj. Jo, të bezohem. I doli Saranda. Tupata, e moj Saranda, moj Delevina. Joni, po i pi ujnë Vanesës. Bira më keq e bën. Pse e bën më keq bira mo? E mo, jene vete mo. Do uja. Do jem me Stefin më duket. Pse me ndonë të dalësh? Jo, së dorëzohesh ti, e gangstere. Ti së dorëzohe me Indrin? A do ta marrësh të salcën e t'ja lyesh në sy Indrit? Jo. Okej, shumë mirë bën. Ja prandaj të bëjnë nga këto gjëra aty se i lejon. Urdhra, e dashur. Faleminderit. Të lutem. Ore se po i bien qafë gjithë njerëzit aty, ç'a bëri gabim ai në fund ditës? Kush? Si kush? Indri. Ç'a bëri gabim ai në fund ditës? Si ishte i qartë për ndjenjat e ti, në një moment? Shiko... A mendon se të ka dash, po si ishte i qartë për ndjenjat, a mendon se ishte i qartë me ndjenjat dhe i përdori? Unë mendoj që ka qenë... Ka për veçik muzikë melankolike se është duke lëtuar nga speci tani. Duke si po qanë për njëri. Ka për që do ta shesim ndryshe. I interpretoj më shumë nxehtë. Aha. Më thuaj, ti se s'po përqendrohem dot. Ua nga hundët po më del. E po dashuria është gjë e madhe, Vanessa. Nëse, jo, atë po thoja që, ore, ti mendon sinqerisht se ai ka përdor si lojë apo mendon se Indri brenda dinamikës lojës thash se po ndjeva një shikim nga ai se është kundër Indrit, është me ty ai. Brenda, unë po bëj avokatën e tij tani. Ma lejo. Brenda dinamikës lojës, një njeri që mbase është i paqartë për ndjenjat dhe emocionet e tij, çdo gjë amplifikuar, çdo gjë ndodh shpejt, e di më mirë se ne. Thjesht të shngatruar. Pra nuk është sa i ka pas një plan të qartë kundër teje ose ta përdori këtë si kartë. Ai biles bëri sikur donte dilte një moment. Po të dëgjoj. Do doja të po them, bëri sikur donte dhe
Thjesht nuk dinte ku ishte një moment Vanessa, nuk kërse ishte i qartë që akuzojnë njerëzit, domethënë që indi përdori Vanessa. Ore nuk ishte i qartë, thjesht nuk e dinte, mund të ketë pasi marrëdhënie jashtë. Shifun mendoj. Mund të jetë satanist, mund të jetë diçka i sedim. Kur vjen një moment që duhet çdo kusht jetë i qartë, se përndryshe në radhë të parë i bën keq vetes, pastaj edhe njerëzve të tjerë. Edhe unë isha në një situatë goxha të vështirë në fillim, sepse nuk mundesha të bëja disa hapa para pa bërë atë hapin pas në fillim. Dhe të duhet që çdo person duhet i marrë disa vendime, duhet të qartësohet. Unë e kam thënë që besoj që ai e ka pas një pëlqim, besoj që ka ndjera të ngërçin e fillimit, besoj që gjithë ajo trysni e madhe e ka bërë që ai të dojë të dalë. Megjithatë çfarë ka ndodhur më vonë, unë nuk mundem më të mendoj në të njëjtën formë që kam menduar për sa kohë kam qenë brenda në fermë, sepse e kuptoj që kam qenë në një i kam besuar shumë dhe kam thënë dhe brenda që unë i besoj, kam qenë ai zëri që kur njerëzit thoshin jo. Po si ka mundsi, nuk i dëgjove gjithë ata njerëz Vanessa që thoshin. Po të thoshte Sara, po të thoshte Iliri, Drone, CNN shkruajti. Të gjithë po thoshin bëj kujdes. Ta thanë opinionistët, bëj kujdes Vanessa. Kjo është tamam që vërteton që dashuria është e verbër i bie. Edhe çik shurë. Unë nuk mendoj që te kjo pjesë, nuk e gjykoj veten time këtu. Jo, shumë mirë bën. Sepse realisht ishte diçka e bukur që unë i dash, se nuk është se ja dash me zor. Tani. Jo, absolutisht, Por në fund të ditës është zgjedhja e tij dhe unë e respektoj. I kam dhënë hapësirën e vet, nuk kam fol keq për të diku. I uroj publikisht. Jetë të Po thuaj të vërtetën. A ke vajzë shpjegur mashk? Jo, dakor, shumë mirë ka. Nuk e thot. Domethënë s'ka pse ta thotë. Unë e kam thënë. Të vitur Indro. Nuk normalisht kanë shumë njerëz që edhe ti Ariano? Po çfarë? Ja, shiko, se bëri mirë. Jo, nuk e bëri mirë, për atë që nuk e bëri mirë. Shiko, askush nuk e fajson Indrin për faktin që çdo njeri ka drejtën të ndihet si të ndihet. Po, mënyrën se si e bëri, njeri magji një lloj përgjegjësie, burri që është burr. Ajo që unë do them është kjo. Nëse dikush do të largohet, nuk e ndjente më atë gjë, nuk është kjo pjesa që mua më vrau ose më lëndoi më tepër. Nga ana, siç e the, nga ana të paktën njerëzore dhe miq të ishim, prisja disa gjëra të zhvilloheshin në një tjetër formë. Edhe disa fjalë të thëna te ajo letër nuk ishin jo vetëm normalisht jo të bukura, por nuk ishin me vend. Edhe ai e ka thënë edhe aty që ne të dy kemi njëri tjetrin dhe mund t'i besojmë njëri tjetrit në lojë dhe kjo është arsyeja sepse unë mos besoj se gënjeu Vanessa kur qau. Jo, normalisht që ai ka ndjer emocion, ka njerëz me emocion, të gjithë. Thua ka aktruar? E ke seriozisht mendon se ka aktruar? Mos ja fut kot tani. Nuk ka aktruar, po nuk ka aktruar. Unë e mendoj si të sinqert atë moment. Thjesht më duket sikur edhe ai ishte emocional në forma, domethënë i vjen një emocion i ri, harron një emocion të vjetër, nuk e di si ta quaj. Se ti edhe ndjeshme në lidhje me këtë muhabet, nuk di themi dot sa gjëra të vërtetë. Se është që i thua, jo më jo të deshte, po. Nuk është ashtu. Do të luajmë salsa i poshtë rjedh, luaj salsa sot, i korrektena le të flasim. Atë më vetë. Ma kapni për montazh. Loti që derdhet, po do ta pyes për Mozën, aty do ta lidhësh Lotin që do derdhet. Moza, po është lojtare. Jo, ai ka bërë zgjedhjet e veta, sa prej tyre kanë qenë reale dhe sa jo. Nuk mundem atë se di asnjëri. Se më përpara normalisht kam besuar në çdo gjë, në çdo fjalë. Tashmë se ku mbaronte e vërteta dhe ku niste ajo që ishte pak më sfumuar nga konteksti i lojës, unë çoj duart lart, nuk e di. Nëse më në siguria e para dhe fundit, na ka ndodhur gjithëve këto muhabete. Ka rënë kokë mua për një debile. Qa kam heqë, ore, ma thoshte gjithë bota. Ore, na, Rut. Na, ore, se është mashkull, kupton. Pa e provuar. Po mos luaj shumë, luaj më pak. Kjo? Jo, ajo është apo tjetra? Kjo është mo. Ajo është mo. Kjo?
Let me be. Kjo mirë djegëse, po kjo s'është ase mirë, në shije. E fundi do të pyes për indrin. Mirë e sham. Nuk e sham, jo. Nuk e shame, e përshkruam. Nuk e sham, jo. Ja. Sa të ligj mund të jenë disa jugor? Jo, tamam, nuk e sham, unë s'kam asnjë gjë personale me indrin. Ai sinjeri ka virtytet e vetë. Atë më thuaj. Sinjeri Më rritë virtytet. Virtyte apo vyrtite është ajo? Vërtitesh. Është vërtitje. Dy sarandiot që nuk duan ku vendosin, është problemi i sarandës është që nuk din ku vendosin in ose yn. Ke dëgjuar? Më tha i shoku im, tha mua, "Ha mo mbret", më tha mua, "Ke lirë dysqet?" Zot, pa dyshym. Nëse virtytet është fjala. Çice, po mund thua qymërxhiu? Cilat ishin virtytet për atë? O, vdiqa. Kish momenti që është për vërtet emocionale miq për indrin. Cilat janë virtytet e indrit? Ua kjo salsa. Mos më dil mua nga pyetja. Virtytet. Shiko, sinjeri ai ka. Nuk po flasim më për të sinjeri, unë po flisja për të si në raport me ty. Po sinjeri kështu. Sinjeri mund të ketë shumë gjëra pozitive, është një person, për shembull, me aq sa unë kam një orë brenda që për familjen e tij sakrifikohen, bën. Ka dy prindër shumë të mirë me të cilët unë kam pas komunikime dhe kam Flet akoma me vjerën? Jo, normal që jo, po për aq sa kemi folur, kam respekt për të dhe ishte shumë. Nëse të del në rrugë i flet? Po normal. Po indrit? Po për çfarë? Të flasim për çfarë? Jo, është unë e thash në fillim që unë e respektoj vendimin e tij. Nuk i flet më në rrugë, me të dalë në një gjithin ambient, nuk i flet më? Përshëndetje, si e, mund ta themi, po më tepër se aq, nuk mendoj që është diçka. Të ka shkruar ai, të ka kërkuar komunikim pasi ka dalë? Po, më ka nisë një mesazh. Ta ka nisë një mesazh? Po, më ka shkruar. Ta lexoj kot jam urrë. Ja. Sa gjëra si ka do njeriu në këtë jetë, zakurios jam. Vdes, e ke ti? E ke kopi? Ma e pastaj ta lexoj. Boça për kaq një punon njeriu, 1000 euro? 100.000 lekë? 100.000 lekë? Oj! Çoje ti? Direkt, jo no, kaloja ta hapim live. Kaloja, na. Na se këto kam tani, për t'i jap tjerë. Aha, mor burr, se na çmande o burr. Ua, po na o burr, na! Na, se na çmande. Na nxju jetën, na. Ha? Ta ngra akoma? Kaq mo. Jemi, kaq të vlen gëzë. Ore, pse i besoj? Ore, kupton që jemi njerëz të gabuar në këtë jetë. Zgjodhi Sarën dhe Indrin, uroj mos kesh njëti në gjykim për menaxherin. Menaxherin e kemi të mirë, ore. Hë? Jo, no, se rroga jote është, burrë. Kaq e ka. Kaq e? Po. Më thuaj me fjalë përgjithshme, kërkoj ndjes të paktën. Po. Kërkoj ndjes. Po. Kjo është e rëndësishme. Po më? Jo, më ka kërkuar ndjes, më ka kërkuar që të kemi një takim. Po, unë e kam thënë edhe në një intervistë tjetër. Më ka thënë çfarë do bëje nëse do të kontaktonte. Do letë edhe. Po, ideja është që mos më fut mua në kështu i rashua. Po, bisha ka përdu. Bisha kam me zi kemi Dalin Dalin e përshëndesim. Bezi e kam. Dalin e duar shumë edhe Denis Taullajn aty. Tjerët nuk i njoh. Po kaq është që ta dish me këpë flet. Po? Dhe nuk do të takoje. Sepse është diçka që ai ka zgjedhur ta mbyll dhe s'kemi më se çfarë të diskutohet. Po mase mund të jetë gabim, mund të ndryshoj mendim. Jo. Shikoj, nuk ka ndodhur ndonjëherë në dashuri që për shembull të marrësh një vendim që mund të jetë i gabuar dhe pastaj për hir të Patjetër. Ti nuk mendoj unë se s'ke më asnjë lloj emocioni për indrin, mos më luaj mend tani se s'mund të asaj kundrejt teje, jam i sigurt që në një lloj forme diçka ndjen. Mund të ta ketë bër gabim brenda lojës, po jam i sigurt që në një lloj forme, ore mos thuaj kur.
Never say never. Se si dihet jetës pap mund marrim, mund bëhet pishmën, ka ndodhur me shumë çifte, s'kan fol 2-3 muaj, 4 muaj, 5 muaj, 1 vit, 2 vjet. Është e vërtetë. Dhe janë ritakuar, e kanë gjetur se diçka që u ka lidhur në fillim duhet të jetë aty. Shikon në stepin. E bërëm letësërin prap, Indro. Ke legun për të. Në atë stebekun e parë që Indri ka pasur, unë kam vazhduar aty brenda të besoj sepse më jepte indicie dhe vetë ai që mund të kishte diçka historia një vazhdimsi. Në këtë moment që jemi, duke lënë pas emocionet, si unë si ai jemi adult, edhe nga momenti që ai i bën disa veprime dhe për më tepër i përforcon me fjalët që ka thënë si në fermë, si jashtë fermës, atëhere unë nuk kam se çfarë gjëje ti besoj apo ti më shoj më, është një histori e mbyllur, është e mbyllur edhe unë e kam respektuar, i uroj gjithë të mirat, edhe unë jam duke parë jetën time, karrierën time, duke fokusuar te vetja. Lajm bombastik, Vanessa ka gjetë dashur të ri. Ua, jo! Fol ti ore! Po ku e dje që bën ti njerë? Pse kur u more me Indrin e pyete? Jo. A vetëm aty se kam pyet. Pse për tjera të pyet? Po për atje. Hua mashtrimi, ore që këto kallash mashtrime, she dashur. U lidhe me tjetrin se ke pyet Arianin. U ndave me tjetrin se ke pyet Arianin, u lidhe me tjetrin se pyet, u ndave se pyet, tani po të lidhesh prapë se do ta pyesësh. Tani kam vendosur që nuk i marr më këto vendime vet, i marr I merr në grup, ore. I marr së bashku me menaxherin. Pa dal Sara tha, nuk marrim dot vendime. Shko Sarën, mbaj zemra. Sara është sniper në këto muhabete, nuk të fal. Unë do ta dëgjoja. Është shumë e zgjuar edhe shumë gjëra të tjera, po kush ja di? Unë ja di për shembull vlerat e saj, ama që mund të ketë kritik nga një pjesë e shiko, publiku ka drejt për gjërat që kritikon, se publiku nuk flet për shembull mozën pse e pëlqen ai shumë. Për çfarë do ta kritikojë mozën ti për gjërat që nuk e kupton publiku për shembull? Shiko, juve moza ka shumë gjëra pozitive dhe shumë energji të mirë, por normalisht të bashkëjetosh me njerëzit nuk është e thjeshtë. Edhe ka shumë ngritësie që aty nisin me gjëra të vogla, se jo domosdoshmërisht çdo gjë do jetë e madhe, do nisi me punë të shtëpisë, me punët e stallës, me bashkëjetesa është e vështirë me prindrit e tu, e jo me njerëz që ti nuk i njeh dhe që janë tjetër moshë, kanë tjetër horizont, tjetër ideologji prej teje. Dhe ato janë gjërat që nuk i kap kamera, që njerëzit nuk i shohin, nuk i kuptojnë. Për shembull debate që kanë lindur në çështje me buxhetin. Ato janë ato gjëra që ne brenda në shtëpi kemi pasur ato debate tona. Po tani normalisht të gjithë kanë gjërat e tyre pozitive dhe negative, se askush nuk është perfekt. S'më përgjigje, po gjithsesi. Jam për njësh për shumë. Diplomatike, mo, bravo. Sa të bukur e ka buzëqeshën, me revdiqa. Ku jemi këtu, jo, no? Këtu jemi ne? Se humba logë... Këtu jemi, ha? Let me be, let me... Ore? Bë. Kush e fiton tani për mendimin tënë? Për vërgjova? Po me aq sa kam parë që kur kam dalë, normalisht dashurinë që publiku ka për mozën ka ngel vetëm një javë, nuk do ndryshoj kjo gjë në javën e fundit. Ju e keni kuptuar aty brenda ose më saktë, kur e keni kuptuar që publiku ka një afeksion më shumë me mozën? E kemi kuptuar që... Po asa lap kopë, shmangë. Tash se harrove! Moj, e kam mësuar ferma tani e. S'ka nevojë, mos u prek seder. Pritë të përgjigje mirë, pastaj do e ha. Siguria nga pilur, jo siguria nga saranda, ata e së dërli. Jo, mos na thyej. E saranda jam. Po pse? Shajnin për komente ju të pilurit pra. Mirë ta bëri Indri. Bishaka. Po bishaka më se. Një lloj janë gjithë jugorët. Qa me mos tjeshe? Ja. Se bishaka shok të mi të ngusht janë qa. E them publikisht. Me mjemër Halili, Sejdini e tjera merë. Kur e kuptoj juve brenda, kur e kuptuar që publiku kishte një afeksion më të madh për mozën si lojtare? Ishte kuptuar, o kuptua brenda? Po, nga u kuptua? Sepse normalisht... Në prime nga reagimet e publikut apo edhe aty? Po, edhe duar trokitjet e publiku, dronat që hynin, janë gjëra që kuptohen. Edhe mënyra se si... Ti e kupton nga çdo gjë, se imagjino ti është në një ambient pa asnjë lloj përqendrimi, ku çdo komunikim që bëhet ti je 100% i fokusuar.
Edhe normalisht të gjithë njerëzit e kanë kuptuar goxha herët, edhe ishte edhe momenti që ka pas nga ata njerëz që kanë zgjedhur të rinë afër saj duke parë atë dashuri të madhe. Pra, Dhe ajo e ka kuptuar, sepse është shumë e zgjuar, dhe ajo e ka kuptuar normalisht. Kur bëjë muzikinez është shumë e zgjuar, duket ajo që është shumë e zgjuar. Dhe e ka kuptuar. Kush është më i zgjuar, Moza apo Iliri? Po s'ka, të dy janë shumë të zgjuar. Po kush është më i zgjuar? Të dy janë shumë të zgjuar. Moza është më intelektuale, është më artiste, është më elokuente. Po dhe Iliri ka një... Edhe Iliri artist është fakt, po është më artiste fjalës. Megjithatë Iliri artist i fjalës. Jo, të dy. Po nëse, shiko, ajo është shkrimtare, Iliri është balerinë. Unë jam e sigurt që ata të dy në momentin që ferma do mbarojë. mbaroj, jam shumë e sigurt që po. Edhe e kanë një lloj kimie me njëri tjetrin shumë të bukur. Janë pak si Tomi dhe Xheri. Jo, janë pak si Tomi dhe Xheri. Beson Aria se mund të martohen? S'ka shanse. S'është në guston e Mozës Iliri apo Moza në guston e Iliri? Iliri nuk I do si Moza. Hajde dhe ti. Sa I dig jemor burr. Qa tha? Qa do I do Brune tha? Mos do Sonin. E beson atë të Sonit? Jo. Që tha që kishte një pëlqim Soni për Ilirin apo se beson? Jo. Kush njeriu më I sinqert aty brenda? Nga njerëzit që kanë ngelur tani? Dhe mua nga ata që kanë ngel, po sa folën për fermën, po. Se mos flasim. Po vjen në fund dhe ferma. Flasim edhe për ty. Tani është e vështirë ta thuash në këtë pikë të lojës se dhe ata që kanë qenë të sinqert për shumë gjatë. Visi. Jo, dhe ata që kanë qenë të sinqert për shumë gjatë, ka ardhur momenti që të luajnë, se është java e fundit. Qartë. Po po them në tërësi si natyrë se tani një lloj do ta bëjnë gjithë, po kush mendon në tërësinë ka qenë më I sinqerti aty, më I vërteti brenda fermës. Me mua kanë qenë shumë njerëz të sinqertë. Vallai, të tregoj drejt, me Romirin I kam pas shumë mirë dhe ka qenë I vërtet me mua. Visi ka qenë I vërtet me mua, Iliri po ashtu, Sara po ashtu. Ndaj në marrëdhënie me mua, ndaj po them, në marrëdhënie me mua njerëzit të pakt kanë qenë ata që kanë luajtur. Po me bujakën si e ke? Kam pasur ato gricjet brenda në Është djalë I mirë bujaka? Po, është shumë çun I mirë. Ashtu E ka shpirtin e mirë, por... Po s'para I zgjedh ti këta një. Për shok po. Mirë, s'ka pas njeri shpirtin e keq, nuk ka njerëz të këqin. Vërtet e mendoj se njerëz janë të këqin natyralisht? Unë nuk mendoj që ka njerëz të këqin, ka njerëz që gabojnë, ose njerëzit e lënduar lëndojnë. Hitleri, është ajo shpreha. Njerëzit e lënduar lëndojnë. Hitleri ishte rob I keq apo I mirë? Tani, normalisht që ti mos shkon në ekstremitete. Normalisht që është tjetër çështje, ajo që po flasim. Rama. I në karizmatik? Rim të fermë. Jemi? Hajde, nuk dua të dështosh. Këta maqë. Kjo? Po. Po ti? Po jam edhe unë. Po bëla e madh. Ja, ku më ke? Ra. Era faja prej fiku. Era faja prej... Bup. Do t'i marrë këto mi që bëjnë më djekë, se po këto bëjnë edhe më me shije të... Djekshme. Jo, të keqe. S'kisha kap shumë, s'kishte zë salqit qeshëm. Ja, hodhi, ore. Ba, unë që lyvam shumë. Do të ndaloj se bëri këtë emisioni. Më bëj parashikimin. 5 finalistët e fermës e fundit me fermën kjo. Vendi 5 I 4 I 3 I 2 I 1. Parë. Moza është. Ja, I 5 Do jetë Sara. E 5-ta? 4-ti? Ti e do me këshu? Po. Në vendin e 5. Po tani unë nuk e di se si do Po parashikimi jo? Unë do them kush... Mendoj, tani më zuri këtu. Erdi, e? Erdi. Po ishte çuditshme se zakonisht zë ajo mpirja përpara njëherë, pastaj unë mendoj që finalistët do jenë përpos Mozës që është shpallur, Sara, Iliri, Romiri. Po Romiri. Visi? Jam me Vis, edhe Soni mendoj që do shkoj, po... Po se janë finalistët?
5. Po. Ua. Tani jeti. Të vinë qik me vonesë. Valo. Të vinë qik lajmet me vonesë ti. Nise, ha? A mund të ndosh dish? Po, s'ka probleme, kuptova. Mi di se... Po, të gjithë. Më kap një kështu, cila është kënga jote preferuar? Kënga signature. Që këndoj ju? Kënga firme jote. Ua, sa djeg. Ua. Po e ndjej në... Në fit. Mu në fit. Ua, jo se pa mundu, po më djeg. Ua. Më more më sysh se nuk... Se ajo mi mori gjitha mu. Pampiri, pum. Të mora mësish. Po. Por e ti ke folë si sa radio të dikur. Edhe i këtë sy të kaltër kështu që ti e dorë me një të Kam një mirë. gjithë bukur në këtë. Kam dhe unë një gjithë. Jo, të mirë, më sysh direkt. Ua. Hajde i me këto shpejt iqim qafe se nuk dori qafe. Hajde, Vanessa. Këndo diçka. Sa ashtu e heq plumin me plumë. We only said goodbye with words. I died 100 times. You go back to her and I go back to... Se më thështë si është vazhdimi ju, apo... Thash se do e vazhdoj e ti. Ja, jo se kam, nuk e disponoj. E vetëm një gjë që më ka thënë Zoti është zëri. Për këngë, se për kështu për reklama dokumentar, më i mirë në Shqipëri. Nëse kaq, po. A gëzuar? Të paqa e dashur. Të paqa. Ti ke folë si Sarandiote besoj dikur. Pse do të tani? Si flasën tani? Jo, tani flet si Sarandiote, ke çka aksen, po nuk e ke me, nuk flet me i për shembull. Po. E ke heqin, ë? Del momente, kurse kam mendjen. Të del çiki. Momente. Mamit babit i del shumë. Pa dyshim. Unë e kam sfumuar një çik. Tani ç'a bëhet dolem nga ferma, më thej që ke gjetë një dashur të ri. Jo, ua. Ore ti, kur ta thash unë ty këtë? Më fal, mendja. Do rilidhet me Indrin, tha. Do rilidhesh me Indrin. Morti. Më fal, more, nuk e di pse, se si jam i përqendruar me ato. Do rilidhet me ishin. Do rilidhet me ishin para Indrit. Jo, ua. Diçka do bësh, domethënë. Po s'merre me asnjë, more. Me asnjë, do merre me veten. Se këto janë të gjitha batuta që bëje, kuptova shumë mirë dhe mirë do bësh që të përqendrohesh te karriera jote. Tashmë ti do merre me veten. Po vetja jote me këtë. Herë aty. Vanessa do merret me veten e Jo me veten e saj. Po. Vetja e saj se me këtë do merret është muhabet që majmë përgjegjësinë. Çfarë bëhet në karrierën profesionale tashmë? Besoj duhet këtë interes, duhet jeni duke bërë muzikë, jeni duke... Po, mos më thuaj po, çfarë janë? Ja, po presim varashtit. Jo, kaq, besoj se jeni duke bërë muzikë. Pyetje. Jemi duke finalizuar një këngë me Adin. Do me thënë projekti është gati përfunduar, këngën e kemi bërë, klipin po, dhe javës tjetër besoj se klipi do lançohet. Qa, na thuaj pak më shumë, da këndosh një pjesë të vogël? Sa për tizër? Po. Hangër. Amore, zemrën tim amore, ma amore, me një shikim një përqafim. Jo, amore, ndriçon si kur sole, ma amore, me një shikim një përqafim. Jo, këtë këngën e kemi bërë brenda në ferm, edhe i dham fjalën njëri tjetrit që kur të dilnim jashtë do ta përfundonim. Edhe kemi bërë realisht goxha me qef të dy. Me Indrin? Me Adionin e kemi bërë këngën. Po, kënga është shkruar për situatat që ishe... Për emocione, unë gjithmonë shkruaj mbi emocione, po. Do me thënë, kjo këngë paka shumë është frymzuar nga emocionet që kishe ti kur ishe brenda në fermë që paka shumë është bërë për Indrin, pra. Po. Zoti madh.
O, zoti ma... Çrën si kam, a ato janë përjetimet e tua dashurisë, nuk ka lidhje se kush është personin që ke përballë. Jo, unë nuk kam fare censurë. Do t'i ndani këto të ardhurat e klikimeve të YouTube-it, megjithëse kam seriozisht se për sa kohë ka frymzuar njeriu, domethënë kënga është për të këseris. Ku të këseris i me? Në një lek do marrë ai tani. Në ashtu copyrighti edhe. Nuk është ashtu? Jo. Ai mund dhe ta pretendoj. Po nuk funksionon ashtu. Okej, dakor. Po që... Okej, mrekulli. Del javës tjetër. Tani po bëni videoklipin? Apo e mbaru? Kam mbaruar. Është kryer. Në Sarand? Jo. Se ke bërë Kam të tjera në Sarand. Ke të tjera në Sarand. Po muzikën folklorike kështu ke provuar ndonjëherë megjithëse Sarand kështu apo se ke qef fare? Jo se kam qef, po thjesht nuk mendoj që përshtatem shumë vokalisht. Ke kënduar ndonjëherë? Si përshtatesh? Unë besoj se përshtatem shumë vokalisht. Di ndonjë këngë popullore për shkak? Pëlqen ta dëgjoj. Pëlqen ta dëgjoj. Aman. Ama jo. Aman, be për mua. Cila është këngë e Sarandës? Këto ti. Ku dion kush pëlqen dy nga këto? Vajze valëve. Se pas. Ai shef? E bëri vet. E qiltër, po kur i do tha. Bo merr pak, mos merr shumë. Kush tani? Kjo këtu? Ta nxora aty në mes që ta kesh më. Merr pak, do me thënë burr. Ja. Hajde, nes, po e quaj. Jo, se do bëjmë si Stefi unë, talë në fund. Në kapi sedra. Bo... Pse më dojë që ka i shumë mua kjo Jona? O Jona, cilën ka të bëtë se të plak? Varet në cilin vënd të zëmpirja, unë të thash. Ku më përvëlloj? Pse më përvëlloj mua? O zoti madh, ku i gjenë këto? Në Amerikë. Ka Amerika. Edhe sa herë në javë hati nga këto? Njerë në javë e ka pa. Njerë në javë, po... Kjo shpirt e di. Shpirt tash? Ki shpirt. O, zoti madh. O, zot. Po nuk, vërtet, nuk të sjellin vërtet këto ty si sëkëlldi? Mbas sakosh? Më sjellin si më sjellin sëkëlldi. Si mbas sakosh, unë jam një sëkëlldi të vazhdueshme me këto muhabete. Po, duhet të nxjerr bukë në gojë, në një lloj forme. Qa bën njeriu? Po mirë po ju që vini nuk e di. Po ne që vim. Vjen një budalla me një ide dhe na të digjemi të gjithë. Nuk isha tjetër për të pyetur në ty. Asnjë gjë. Unë për shembull kam menduar që disa prej këtyre ishin kot, sikur të bënin gjë. Pra të gjithë mendojnë se janë kështu, mashtrim. Mendon të gjithë pse nuk e di pse mendoje se ishte mashtrim. Se i ftuari që e bën një herë, po ti si drejtues programi, si mund ta bësh çdo herë të mundshme ose të paktën të kesh ti ca në anën tënde që të jenë kështu si props. Të bëjmë hele unë, nuk e bëj dot. Nuk e bëj dot. Pse ti? Jam i sinqert, jemi të dy. Sa djeg! A di në i Barsaleta kemi traditë flak fare, po jo mund të... Jo, nuk di Barsaleta fare shumë era. Cili është i pari që të pëlqen më shumë tek një burr? Humori? Jo, i pari një gjë. Se kështë të ndiku buzët dhe sytë. Po e para po ku ka buzë indri mos e na lujtë menç? Ja, ore ti. Po s'ka buzët thot. Buzë kam vetë. Po mirë, ajo përfshin të gjithë edhe buzëqeshjen, edhe... Tani unë e di që ti aty do ta çosh temën. Po se çoja aty më, po do me thënë, e shef që njeriu mund të ketë gjëra, nejse. Ose duket sikur kemi ndonjë problem me indrin ore. Vanessa, tani mendon se do qëndrosh në Shqipëri? Mendon se do të mbaj ky vend? Mendon se do mund të rrish larg familjes e cila ndodhet në Oxford? Normalisht, unë gjatë gjithë kohës të shkoj dhe i vizitoj, se s'mundem të ri larg, si jam mësuar të ri larg tyre, po që për momentin dua të ri këtu. Edhe në qoftë se gjërat më shkojnë ashtu siç unë dua, jetës nuk i dihet asnjëherë, po do doja që të rija. Familja jote kur ti dole andej, ishte mirë kuptueshme me ty, pati kritik, kishe merak, mos kritikonin ose mos i kishe mërzit me diçka?
Normal që merakun e kam pas, merakun e kam pas dhe kur kam qenë brenda, edhe kur kam dalë jashtë të them të vërtetën, më shumë më ka rënduar pjesa si po e marrin ata, se sa si po e përballoj unë, se në fund në fund të ditës unë e kam marrë përsi gjë që të futem në një reality, po është gjithmonë mendoj familja që e përjeton më tepër se ata e shikojnë në real time, se unë nëse dal dhe shikoj komente të bëra para 6 javësh, nuk kanë të njëjtin impakt si në momentin që ti shikon atë vrullin e madh duke ardhur. E drejt. Por? Jo, jemi shumë okay. Flet akoma. Familja ime, ata kanë pas merakun tim. Ata kanë pas merakun tim, se normalisht ata duan që të më shohin të lumtur, edhe të më shohin të lumtur në të gjitha aspektet. Edhe kanë pas kritikat e tyre, normalisht, si çdo prind, çdo person që të do. Por nuk dua ta shoh. Nuk dua ta di. Kush të pëlqen më shumë nga opinionistët? Të gjithë opinionistët më kanë pëlqyer. Përgjigje kështu, të gjithë. Të gjithë. Po dikush pëlqen më shumë, mua më pëlqen më shumë Ermali për shumë. Sepse të gjithë më kanë Ermali më pëlqen më shumë. Çka ka që po pse bën durit ashtu ti? Ermali më pëlqen më shumë. Jo, edhe Armina është e sinqertë, edhe Angeli është kritike, po më shumë pëlqen Ermali. Po normalisht që ata do marrin secili atë pozicionin e tyre. Të gjithë më kanë pëlqyer. Armina shumë. Armina të ka pëlqyer? Apa ha tani! Armina, thuaj, pse duhet sa inati kam? Nuk është se kam pas ndonjë problem me asnjërin, të them të vërtetën. Po nuk po them se ke pas problem, po mund të preferosh dikë më shumë se dikush tjetër. Po pastaj gjërat shihen edhe më vonë, se sa ja aty në atë kontekstin e. Në qartë. Pra Armina. Lyje. Ajo me kujdes, sepse mua po më ndjek dhëmbi tani. O jolo, po ja, këto janë këthyre shumë djekë se po plak. Uj. Dhe ja të dhja hile, pa hajde se tani që të shofë kështu. E teti? Prite? Bo, Joni. E lyu shumë tani. Jo, se ka lyu. Mirë, mu dhe fshish pak. Ja. Hajde, ba. O jolo. Është përvëlip, zemra. Po them përvëlip. Ua, unë e bëra. O zot sa e shumëtuar që është si salc. Gjura. Vuri shumë? Aritmi, vla. Ndi aritmi. Qa mua betit bëj bletari? Asi dhe ka të këtë se do jolo? O jolo se vdi që o plak. Kjo balo, kjo ka kaluar nga ferma, këse se gjithjo. Nuk e gjithjo. Ja, filloj kolla. E ka në tjesë të birën vetëm se nga djek, s'flas do të faj. O suaj asë që thjesht pranoje që ishte intervista me buri që ke bërë do njerë një jetë. Pranoje që Moza Ahmeti fitor, pranoje që e gjeloze. Ua, jo, për kë jam gjeloze? Për Bozër. Për Mozën a Bozën? Si e thë? Bozër. Se të jam të nërmundët. Zdo doje, kush do doje ta fiton të ti? Sara. Ua, zopi ma. Pi uj, ha, patate, ha. O, qa përvoloj, ojora, Mua më vjen gjithmonë në varnes, vërtet. Cila është nota me lartë që ke kapti? Tani nuk ka pas gjun. Por nuk jam xheloze për asnjë. Për Mozën. Pse do jem xheloze? Po ta doje vërtet Mozën ti, e kishe mbështet aty brenda. S'beshe palë. Ua, me kë jam përpalu? Me Sarën. Ç'lidhje ka, unë kam pas marrëdhëniet e mia me gjithë Po çamo ke pas marrëdhëniet e tua, duhet në një moment të vendosësh me kë qëndron. Po normal që me Sarën ka marrëdhënie më të ngushtë. Normale, ti ditë zgjedhësh njerëzit. Ore ti. Kisha ka. Edhe unë do kisha misi me Sarën, ta them sinqerisht. A shef? Do kisha misi negative.
Bishaka, unë do isha fan i Mozës. A e them se jam jashtë? Si bën ti, që s'ke bërë për Indrin? Ke qarë për Indrin? Jashtë apo brenda? Po brenda e pam ne, do të shpjegosh jashtë. Po. Sa tort ka ngrënë për Indrin? Sa? Qa? Tort të mbërcire. Akullore. Jam nga këto të Akullore. Meri gravore, ka pakullore amëllës. Se shem që kam shtuar. Ke shtuar, e? Njëri ke linjat lal. Humbja i budallaj. Do rindet me... Edhe ajo... Jo, budallaj, jo, mos e shaj. Më fal, po budallaj them dhe vete se nuk ka lidhje. Mos e shaj, thotore. Akoma ka ndjenjë. Jo, Uaj, mori si qdeshi. Ka ndjenja. Jo. Zemra. Thjeshtu nuk shaj njerëz. E di më, di se bësha ka punë budallaj them dhe vete sime. Unë nuk kam asë këndoj problemi me Indrin, që ta kuptoni. Se që problemi duhet kemë unë me Indrin. Do me se zbën të më bësh takë. Të them kam ndjenja për njërin. Por me Indrin, për Indrin keti se nuk mund të shuhe ndjenja dhe ashtu. Por ke qëndrim, shqidja ka, edhe mua mund të pëlqej diçkush dhe them shiko, më pëlqej. Nuk artikuloj aq mirë. Kam qenë fillim të emisionit, në fakt, nuk është nga djegësit. Edhe mua, edhe kujdo, mund t'i ke ndodhur që mund të të pëlqej dikush, sa të nuk e kontrollon do t'i ndjesin që ke kundrejt njeriu. Por, merr një vendim dhe merr një qëndrim dhe thua, kaq ishte, kaq, këtë po them. Po, vendimi është marrë, qëndrimi është bërë. Mos lë vend për spekullim. Po nuk lë vend për spekullim fare, më unë biles do të sugjeroja mos u merr më me Indrin. Për një 2-3 javë. Nuk më the kush ke qef ta fitoj. Përveç Sarës. Se ti Sarën do thua që ti. Po, atë do të të thoja. Po, përveç Sarës si e din, që ke shoqë. Ti në një qikëru mund, që të kaloj kjo se më përgulloj. E, more vetën, e fort du. E fort doli. E kam seriosisht, doli më e fort se që prisi. E shef? Gangsere. Moza, unë mendoj që Moza do ta fitoj. Kush ke qef ti përveç Sarës ta fitoj? Edhe Visin do thoja. Visja nuk e merr. Po. Ja. Nuk ja japil. A ka diçka që duhet ta thoj në këtë emision që unë nuk të pyeta? Bëjmë çik serios. Bëjmë çik serios, kam seriozisht. I tham, jo, sinqerisht i tham, mendoj që i dhash ato sqarime mbi gjëra që më përpara si kam dhënë. Si ke marrëdhëniet me Arbanën tani? Flet? Po, flas. Nuk e asnjë problem. Jo, s'kam asnjë gjë personale. Mënyra se si u trajtua situata, prandaj se kishte dhënë një deklaratë aty te Andali që kishte qenë ftuar që do duk sikur kishte një tendencë prej produksionit që të përdoreshe për të krijuar një debat me Klevisën, Klevisa ka vajza, mirë se më thosh që kishte ndonjë Evisa edhe ngatron, me Klevisën, e cila shiko, edhe unë po ti isha ore. E ke parasysh të vi Klevisa ti ke mendje? Ore Klevisa është gocil, s'është aty problemi. Që mos afajsojmë kot njerëz domethënë. Jo. Se dhe unë t'jem, vi Klevisa të përshëndes, po deshe të vish flak fare ke derë në hapur përveç Indrit, që nuk e ftoj, nga me sjelljen që bëri nuk më pëlqeu, po do të vish si çift hajde me Vanesa më vonë. Po për te shaka se unë realisht bëj shaka dhe zuat ke që kuptojnë njerëzit. Mënyra se si u trajtua situata, pra që ti të shkoje aty dhe të vazhdonte ky show, që në fund të ditës të rëndonte ty personalisht. Unë kisha 2 javë që unë do të ndjesha keq, po të ma bënin, personalisht. Po dhe unë. Edhe unë jam ndjerë keq, edhe ndaj, do me thënë të arri deri në pikën sa ta bëj një status publik, për mua duhet shumë. Edhe normal që nuk u ndjeva mirë, sepse unë për pos faktit që kisha 2 javë që nuk isha më në loj, nuk isha më në garë, jam munduar të isha shumë e kujdesshme, për gati 10 ditë nuk kam dalë në asnjë intervistë edhe për pos klubit që u bë ditën e nesërme mbas daljes, ku dola totalisht e pandikuar sepse s'kisha prek telefon me dorë. Edhe të vazhdohej, do me thënë, të përpiqej që të krijoheshin situata të cilat mua do më rëndonin shumë emocionalisht. Nuk më pëlqeu. E kam thënë këtë. Ajo është show, ajo është show, në fund ditës. Po, është asnjë gjë ndaj unë si marr personale, por që pak më ndikoi. Nuk mund të them që s'më ndikoi, më ndikoi. Qartë, po unë prapë mirë kuptoj që ata reaguan ndaj reagimit tënd publik, pati një reagim drejt për drejt kundrejt te? Jo, ajo çka kanë thënë ka qenë ajo që është në live. Publikisht. Publikisht, po. Ndaj po them që s'është diçka
personale, unë e shpreh atë qëndrimin tim që s'më pëlqeu. Tani që po të një live e kuptoj që ke një energji shumë të mirë. Unë në ferm po të ishim për shembull 2 konkurrent, do të bija shumë lal. Më thë kisha nxjerr direkt. Pse? Po pisha kam, do të nxjerrja direkt. Po pse mendon ti që unë do dilja? Në fakt të mbante histori e dashurisë. Ja. E ke bërë kastilet ti atë, e di unë. Se bëj shaka, ose pse më bëj kaq shumë shaka sot. Atëherë, për ta përmbyll. Për te ata që më njohin dhe më kanë ndjekur në rrugtimin mediatik e dinë shumë mirë kur unë bëj shaka, ata që më njohin realisht. Dhe kur i them seriozisht gjërat. Dhe ajo çfarë është e vërtet kundrejt teje është që unë në të gjithë rrugtimin tënd brenda formatit fermës të kam vlerësuar shumë. Aq sa jam mundur të kuptoj për ty dhe mendoj se kam kuptuar drejt, më e dukur një njeri shumë i drejtë, shumë i mirë, shumë vajzë fisnike. Faleminderit. Mos më buzëqesh, ta them sinqerisht. Faleminderit. Thashë se mendoj se po bëj shaka. faleminderit. Më e dukur vërtet shumë vajzë fisnike. Absolutisht ke bërë një gabim që më duket sikur të ka renduar ty në sensin emocional, po jo se ke bërë një gabim që ke dashuruar këdo që ke dashuruar. Gabimi është që të lidhesh prapë siç do lidhesh. Nuk më lë shejtani që kam bërë kokëzime mos bëjnë një. Imagjino të lidhet prapë, ua, do t'i nxjerr të gjitha këto, me datë të gjitha. Tani vetëm me këto që kam thënë nuk lidhesh dot ti me mbylla unë. Megjithatë edhe një herë, shumë komplimente për faktin që je vërtet në gjërat që do, për faktin që lufton për gjërat që do, për faktin që je besnike ndaj atyreve që ti beson dhe të uroj shumë suksese në karrierën tënde artistike, sepse mbi të gjitha edhe një artiste shumë e këndshme, një vokal shumë të bukur dhe shpresoj vërtet dhe besoj që do kesh një curi aty ku të takon dhe aty ku meriton. Dhe te intervista e radhës nuk do kemi më salsa. Jo, te intervista e radhës do vi tek shtëpia jote në Itali. Ua, po si më kushqite. Më duket kështu si një lup fani që e përdore këtë hera herës. Bëj shaka, mos ti duhet martohesh vetëm me Jugor. Po dëgjoj vllajin. Ne morëm një labrador në Borsh, 2 muaj jetoi. Pse? Sepse nuk është përshtat me klimën. Kemi balon për shembull, në pas çapin, 14-15 vjeç kanë jetuar. Pse? Sepse janë përshtat me klimën. Ti duhet një njeri që është i përshtatur në dimensionet, karakterin tënd, duhet një mashkull shqiptar. Po shqiptar ishte? Po shqiptar është Indri, o burrë na lujtë menç. Po sjellja shqiptari ka Indri ose na lujtë menç. Ë? Po nuk ka lidhje me Shkodran, nuk ka lidhje, është po ka jetuar në Itali o burrë, ka marrë dimensione italiane. Ja më ja se ska. Bë burri kështu. Ja bën një herë. Amorti. U bravo. E shef që fole keq. Jo, po them që ti ku deri në çfarë moshë ke jetuar në Shqipëri më konsiderosh? Deri është 16 vjeç. 16-17, pra shumica e personalitetit e ke marrë në Shqipëri. Po. Do të thotë që duhet një karakter që është më shqiptar, më i qëndrueshëm. Se burri që është burr e jep fjalën dhe nëse ka dashnore e mban fshehur as jo vlla. Ja, shef. Nuk del mes kamera. Me shef, ku është problemi? Mos të hymë në tema të tjera. Mos ngatrojmë me tema të tjera, megjithatë unë e thashë. Po, nuk është çështje burrarie. E di Vanessa se bëj shaka. Bëj shaka. Mora më shumë protagonizëm se ç'duhet me këto shakat sot. Megjithatë edhe një herë shumë faleminderit dhe shumë suksese Vanessa. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë që pranove ftesën edhe këtë sfidën kaq të vështirë. Vanessa, kjo është nga Argjenari Donaldo për ty, mund ta hapësh tani ose mund ta hapësh pastaj kur duash. Pastaj që ta kombinoj, do i gjej kombinimin. Ne kështu i ke qef rabat, Po tani. Më pëlqen të vish. Okej, dakord, po shumë mirë. Në atë sens, do të thënë e ke qef, duket shumë mirë vishesh. Miq, falenderoj të gjithë juve që na ndiqni çdo javë në Flak Fare, në Hoje Media. Sigurisht mos harroni të na bëni follow, subscribe, na ndihmoni për të vjuar, për të prodhuar content. Ne do të takojmë puntatën e radhës. Follow kudo. Falenderojmë birrën Epos, birr legjendash. Falenderojmë Argjenari Donaldo që përbënte bumbu dhe sallamet tona. Deri javës tjetër, kalofshi bukur.